Përshëndetje të nderuar teleshikues, ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është zhvilluar protesta e 16 radhazi kundër qeverisë, me pjesëmarrje të gjerë qytetare në sheshin Skënderbej dhe më pas në marshim drejt institucioneve qendrore. Tubimi ka vijuar për orë të tëra me thirrje të ndryshme politike dhe largim të klasës aktuale drejtuese. Protestat e ngjashme janë organizuar edhe në disa qytete të tjera të vendit, si dhe në komunitetet shqiptare jashtë Shqipërisë. Kryeqyteti është përfshirë sërish nga një tubim masiv qytetarësh në protestën e 16 që ka mbledhur mijëra qytetarë në sheshin Skënderbej përpara se të vijonte në formë marshimi drejt kryeministrisë. Pas fjalimeve të mbajtura në shesh, pjesëmarrësit janë shpërndarë në rrugët kryesore të Tiranës duke vijuar protestën për orë të tëra dhe duke kërkuar ndryshimin e situatës politike në vend. Thirrjet e protestuesve janë fokusuar kryesisht te përgjegjësia politike dhe kërkesat për dorëheqje të kryeministrit, ndërsa në disa momente janë dëgjuar dhe slogane kundër figurave kryesore të politikës. Lëvizjet e ngjashme janë raportuar edhe në qytete të tjera si Vlora, Durrësi, Shkodra dhe Pogradec, ku qytetarët janë mbledhur në formë tubimesh lokale në mbështetje të protestës së kryeqytetit. Po ashtu, organizime paralele janë zhvilluar edhe në disa komunitete shqiptare jashtë vendit. Sipas organizatorëve, pjesëmarrja në këto protesta ka qenë më të lartat deri më tani, duke cilësuar marshimin si një nga më të mëdhenjtë të zhvilluar në këtë seri tubimesh. Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur mirëditën ku 45 vjeçari Valter Leshi mbeti i vrarë pas një sulmi me armë zjarri në fshatin Shkorret. Autorët dyshohet se i kishin zënë prit viktimës në një zonë të izoluar, duke shfrytzuar terrenin e vështirë dhe mungesën e kamerave të sigurisë. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po heton në disa pista, përfshirë konfliktet e vjetra dhe lidhjet e mundshme të viktimës me ngjarje të mëparshme kriminale. Një atentat i mirë organizuar i ka marrë jetën 45 vjeçarit Valter Leshi në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë në fshatin Shkorret të Mirditës. Viktima po udhtonte në një automjet tip Foristrad në momentin kur u vu në shënjestër të autorëve. Sipas informacioneve paraprake, sulmi ndodhi në një segment rrugor me relief malor, ku lëvizja është e kufizuar dhe mungojnë sistemet e mbikëqyrjes me kamera. Hetuesi dyshojnë se autorët e kishin studiuar me kujdes itineraren dhe terrenin përpara se të ndoronin sulmin. 45 vjeçari është qelluar me breshëri e armë zjarri, ndërsa plumbat kanë goditur automjetin në disa pjesë. Goditja rezultoi fatale dhe i shkaktoi vdekjen e menjëhershme viktimës, pa i lënë mundësi reagimi apo shpëtimi. Ekspertët e kriminalistikës kanë kryer qyerjen e vendit të ngjarjes, ku janë sekuestruar 18 gëzhoja, ndërsa automjeti është marrë për ekzaminim të mëtejshëm me qëllim rindërtimin e dinamikës së atentatit. Menjëherë pas ngjarjes, policia ngriti disa pika kontrolli në akset kryesore të zonës dhe nisi kontrollet intensive në terren. Në operacionin janë angazhuar edhe dron dhe qenë të specializuar për gjurmimin e autorëve të cilët dyshohet se janë larguar menjëherë pas krimit. Valter Leshi punonte si shofer pranë makinerive të një kompanie që operon në zonën e Spaçit. Megjithatë, emri i tij kishte dalë edhe më herët në hetimet për ngjarje kriminale, pasi ishte përmendur si dyshuar për vrasjen e një taksisti në Rreshan në vitin 2020. Burimet hetimore po verifikojnë gjithashtu lidhjet familjare dhe shoqërore të viktimës për shkak të konflikteve të hershme mes fisëve në zonën e Rreshenit, të cilat në të kaluarën kanë prodhuar përplasje të dhunshme. Një tjetër pistë që po shqyrtohet lidhet me aktivitetin profesional të 45 vjeçarit. Rreth 2 muaj më parë, pranë makinerive ku ai punonte në Spaç, u zbulua një sasi lëndë plasëse e vendosur pranë mjeteve të punës, e cila nuk shpërtheu. Hetuesit po verifikojnë nëse ekziston një lidhje mes atij episodi dhe ekzekutimit të fundit. Grupi hetimor ka ngritur disa pista dhe po punon për të përcaktuar nëse atentati ka qenë rezultati i konflikteve të vjetra hakmarrëse apo interesave të tjera kriminale. Deri më tani nuk ka persona të ndaluar derisa hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për protestat e zhvilluara në vend, duke deklaruar se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, por sipas tij tubimet kanë tejkaluar kufijt e qëllimit fillestar dhe po ndikojnë negativisht në imazhin e Shqipërisë. Ai ka theksuar se qeveria do të vazhdojë punën e saj dhe se Partia Socialiste do të dalë më e konsoliduar politikisht pas kësaj situate.
Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se e drejta për protestë është e garantuar dhe se çdo qytetar mund të shpreh pakënaqësinë e tij në mënyrë paqësore, por sipas tij, zhvillimet e fundit kanë marrë një drejtim tjetër nga i fillestar. Kjo protestë nuk ka më asnjë lidhje me Sazanin me Zvernecin, sepse i gjithë dokumentacioni i procesit dhe i gjithë qasja e dokumentuar qeverisëse tregon qartë që qeveria është në lartësinë e interesit publik të standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, tha Rama. Rama ka vlerësuar se protesta aktuale po ndikon negativisht në perceptimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në sektorin e turizmit dhe investimeve të huaja, duke përmendur pasojat që mund të vinë nga anulimet e rezervimeve dhe bllokimet e qarkullimit. Kjo protestë po godet imazhin e Shqipërisë dhe sezonin turistik, duke ushqyer perceptimin negativ të pavërtetë të një vendi jo armiqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Anulimet e rezervimeve të hoteleve dhe bllokimit të rrugëve paralajmërojnë një sezon jo pozitiv ekonomikisht për shumë familje e njerëz që kanë lidhje direkte apo indirekte me zinxhirin e vlerës së industrisë së turizmit. Ai ka kritikuar gjithashtu format e protestës që sipas tij kanë krijuar pengesa në lëvizjen e qytetarëve, përfshirë situatat në akset kryesore rrugore, duke i cilësuar këto veprime si të dëmshme për jetën e përditshme të shumicës. Kjo protestë që arrin e degradon në një turm të drejtuar nga mendjet e liga dhe duar të këqija drejt rrugës së aeroportit, duke bllokuar natën në rrugë mijëra njerëz në lëvizjet e tyre të lira, ka brenda saj pikërisht atë të keqen më të madhe të ekstremizmit që frymëzon udhëzimin online dhe prishjen me paherë të ritmit të jetës të shumicës. Në deklaratën e tij, kryeministri ka folur edhe për pjesëmarrjen e të rive në protesta, duke shprehur se një pjesë e tyre janë ndikuar nga narrativat e gabuara dhe janë përfshirë në një proces që sipas tij nuk pasqyron realitetin. Keqardhja për të rejat e të rinjtë e zhgënjur nga marshimi qorrazi drejt rinasit me shijen e lirisë e të pavarësisë së tyre dhe në emër të një revolucioni imagjinar, derisa e kupton edhe vetë se çfarë budallëku kishin bërë, duke shkuar mbrapa skullave të infiltruar nga forcat destruktive brenda e jashtë, të cilat po bëjnë çmos për të dëmtuar sa më shumë Shqipërinë. Uroj që të zgjohen sa më parë nga ky erm dhe të shkëputen një orë parë nga mendjet e liga dhe duart e këqija që tani më e kanë marrë nën kontroll protestën. Rama ka komentuar gjithashtu edhe figurat publike që janë bashkuar protestës, duke i cilësuar si të motivuara nga perceptimet gabuara mbi situatën politike dhe sociale në vend. Kjo protestë ka egzaltuar edhe shumë personazhe me një emër të dëgjuar në me xhelisin e jetës publike, me mendjet e tyre të sekta. Ata janë bashkuar asaj me mënyra të ndryshme në bulevard apo në kanale sociale e mediatike, me idenë se deti u bërkos, qeveria po mbytet, një orë re erdhi dhe lugët në brezat e tyre. Në fund të qëndrimit të tij, Rama ka theksuar se qeveria do të marrë në konsiderat çdo shqetësim që vjen nga qytetarët, por ka shtuar se Partia Socialiste do dalë më e fortë dhe më e konsoliduar pas kësaj periudhe politike, duke vijuar rolin dominues në skenën politike të vendit. Qeveria shqiptare do të nxjerrë patjetër mësimet që i duhen nga pjesa e çiltër e protestës, duke adresuar si duhet shqetësimet legjitime të asaj pjese dhe Partisë Socialiste, e cila kur të shpërndajë mjegulla do të zhgënjejë rënd të gjithë kundërshtarët e saj, duke u shfaqur më e madhe dhe më e fortë në qendër të skenës politike të Shqipërisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas paraqitjes në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitjeje, ka rikonfirmuar mbështetjen për protestat e qytetarëve në Tiranë. Ai ka cilësuar ato si një lëvizje me rëndësi historike për vendin, ndërsa u ka bërë thirrje demokratëve që të marrin pjesë në tubime. Berisha ka deklaruar se vetë nuk mund të jetë fizikisht në protestë për shkak të angazhimeve ligjore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur sërish në ambientet e SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa ka vijuar të artikulojë qëndrimet e tij politike lidhur me zhvillimet në vend. Në deklarimet e tij ai ka konfirmuar mbështetjen për protestat e qytetarëve, të cilat i ka cilësuar si një lëvizje me karakter historik për Shqipërinë. Berisha u ka bërë thirrje mbështetësve të Partisë Demokratike që të bashkohet tubimeve, duke i konsideruar ato si shprehje pakënaqësisë qytetare ndaj qeverisë. Është po të shkoj unë, sa do që të them qytetar, po nuk më doja Dirame, them atë që s'është, unë jam partiak, kjo është e vërteta, dhe unë nuk duhet kur që ato ngjyra që i kanë dhënë qytetar t'ja prekë, dhe s'ka çdo demokrat aty është pasti simbol partiak.
Në deklarimet e tij, kreu i opozitës i është rikthyer kritikave ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar për përgjegjësi politike në situatën aktuale dhe duke kërkuar ndryshime në modelin e qeverisjes. Dhe i them Edi Rama, çfarë do që të bësh, je i pa shpresë. Ajo lëvizje është ta kapre biletën. Mos harro të kapre biletën. Berisha ka komentuar gjithashtu edhe zhvillimin e protestës së fundit duke interpretuar thirrje kundër tij si të ndikuara nga faktor politik të vegjël, që sipas tij veproi në funksion të dobësimit të opozitës. Ajo është opozita e opozitës që mendon tani me qenë se gjykon se në këtë mënyrë, duke luftuar opozitën e vërtet, do mund të zëvendësojë atë, por opozita si ka zënë vendin askujt. Në vijim të deklarimeve, ai ka hedhur akuza ndaj qeverisë për korrupsion dhe keq menaxhim, duke u ndalur edhe te emrat e lartë të kabinetit qeveritar, si dhe drejtues të institucioneve të drejtësisë, të cilat i ka kritikuar për qasje ndaj çështjes së hetimit dhe drejtësisë penale. Po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara, janë serioze. Apo përgatit dhe për veta ai këte, i garantoj që edhe mrapa diellit po të shkoj, do vi këtu të jap llogari për krimet që ka kryer. Deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku ka njoftuar largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, duke vijuar mandatin si deputete e pavarur. Vendimi i saj vjen më pak se një vit pas hyrjes në kuvend dhe në një moment politik të ndjeshëm për mazhorancën. Deri tani ajo nuk ka dhënë shpjegim të detajuar për arsyet e këtij hapi. Deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës Mariana Koçeku ka njoftuar se nuk do të jetë më pjesë e grupit parlamentar socialist, duke deklaruar se do të ushtrojë mandatin si deputete e pavarur. Përmes një reagimi publik, deputetja bëri të ditur se do të ushtronte mandatin e saj si e pavarur, duke theksuar se orientimi i saj politik dhe publik do të vijojë të mbështetet tek bindjet dhe parimet që kanë ndjekur ndër vite. Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam pas, e i kam shpreh qysh para se me asociu në një parti. Ato mi definojnë kufit. Shkruan Koçeku, lëvizja e saj vjen vetëm 9 muaj pas hyrjes në kuvend, ku siguroi mandatin si pjesë e listës së mbyllur të socialistëve në qarkun e Shkodrës. E konsideruar si një nga figurat e reja të promovuara nga kryeministri Edi Rama, Koçeku kishte tërhequr vëmendje që në fillim të angazhimit të saj politik, duke u paraqitur si një përfaqësuese e brezit të ri në politik. Megjithse nuk ka dhënë shpjegime të plota mbi arsyet e largimit nga grupi parlamentar, mesazhi i saj publik lë të kuptohet se vendimi i saj lidhet me mospërputhje në nivel parimesh dhe qëndrimesh. Ky zhvillim ndodh në një periudhë të ndjeshme politike, teksa qeveria përballet prej ditësh me protesta qytetare dhe kërkesa për ndryshime në drejtimin e vendit. Deri më tani nuk ka patur reagime zyrtare nga drejtuesit e Partisë Socialiste, sipas raportimeve. Çështja është diskutuar edhe në mbledhjen e grupit parlamentar, ku drejtuesit socialistë janë shprehur se nuk kishin informacione paraprake për vendimin e deputetes. Mësohet se janë bërë përpjekje për të kontaktuar Koçekun me qëllim sqarimin e motiveve të largimit, ndërsa përfaqësuesit e mazhorancës kanë zgjedhur të shmangin komentet publike deri në një komunikim të drejtë për drejtë me të. Largimi i deputetes nga grupi parlamentar socialist pritet të sjellë zhvillime të reja politike, ndërsa mbetet për tu parë nëse ajo do të mbajë një profil të pavarur apo do të pozicionohet të ndryshe në të ardhmen. Komisioni i ligjeve i ka dhënë dritën jeshile projektligjit për amnistim penale, duke miratuar edhe shtyrjen e afatit të përfundimit. Sipas ndryshimeve të reja, përfitues do të jenë të dënuarit deri më 31 maj të këtij viti në vend të 31 dhjetorit 2025, siç ishte parashikuar më herët. Nisma pritet të sjellë lirime dhe ulje dënimesh për qindra të burgosur në vend, ku projektligji do të kalojë për votim në seancën plenare të kuvendit. Komisioni i ligjeve ka miratuar në parim projektligjin për amnistim penale, duke i hapur rrugë shqyrtimit të tij në seancën plenare të kuvendit, ndërsa ka vendosur edhe ndryshime në afatet e përfitimit. Ty ku është data 31/12/2025, në të gjithë tekstin e projektligjit të zëvendësohet 31/5/2026. 1. Dhe e dyta, tek neni 2,
pas datës 31/5/2026 të shtohet pavarësisht nga data e zbardhjes vendimit. Sipas variantit të rishikuar nga amnistia, do të përfundojnë personat e dënuar që kanë marrë vendim të formës së prerë deri në 31 maj të këtij viti, duke e shtyrë kështu afatin nga data fillestare propozuar në 31 dhjetor 2025. Ky ndryshim pritet të ndikojë në numrin e përfituesve, i cili sipas projektit fillestar përfshin rreth 380 lirime të menjëhershme dhe uli dënimi për afro 900 të burgosur. Ftoj dhe opozitën, të bashkoj 84 vota kërkon ligji i amnistisë, po mirë do ishte ftoj dhe opozitën pse jo ky ligj do duhet kaloj me shumicën me 140 vota do ishte mirë. Do ishte mirë të kaloj me 140 vota. Unë do të jap votën time pro dha atje, por do t'i them gjitha këto që dha ata që na shohin nga televizori, qoftë ata që janë juristë, qoftë ata që përfitojnë drejt për drejt nga amnistia, ta dinë që amnistinë e keni ju si iniciativë, keni dhe forcën e kartonit, po s'po e bëni plot në këndvështrimin tonë, sepse ne si vullnet, Partia Demokratike, është që ta shtrijmë më gjerë, të rregullojë edhe handikapin e sistemit që nuk funksionon sistemi gjyqësor dhe nëpërmjet mos funksionimit të sistemit gjyqësor i sjell konsekvenca pasoja të dënuarve personat që janë në proces hetimi dhe gjykimi E në Shqipëri. rëndësishme zoti Ndoja është se atje do flasim gjithë për amnistinë, se amnistitë në përgjithësi janë momente ku deputetët flasin të gjithë, thuaj gjitha këto, po e rëndësishme është bashkësh votën me ne për amnistinë. Kjo ka rëndësi që të jetë shprehje gjore vullnetit. Projekti parashikon që nga amnistia të përfitojnë të gjithë të dënuarit me vendime të formës së prerë pavarësisht nëse arsyetimi i plotë i gjykatës është zbardhur apo jo. Për sa kohë që thuhet vendimi ka marrë formë prerë, data nuk është lidhur me zbardhjen e vendimit. Zbardhja e vendimit, më fal. O zoti Ja, Gjoni. një minutë. O zoti Gjoni, lutem. E di pse po e fusim këtë? Jo, sepse në amnistinë e 2024 fat lutem. Lutem tani. Jo, tani pse ti Zbardhja e vendimit që ka bërë gjykata? Jo, mo jo, zbardhja e vendimit në shkallë të parë, nuk po referohem zbardhja e vendimit në shkallë të parë, ka marrë formë prerë në datën 31/5/2026, zbardhja e vendimit është bërë në nëntor 2026. Por jep shkurtim vendimi, zotëri. Po jo, më nuk japin as shkurtim vendimi, më Ka burra. detyrim, mo zotëri, ta çojnë te burgu. Lutem tani. Gjatë shqyrtimit në komision nuk u pranua një propozim i opozitës që synon përfshirjen e dënimeve alternative për vepra si vjedhjet dhe ndërtimet në pronë shtetërore. Amnistia penale pritet të kalojë për votim në seancën plenare të kuvendit në datën 18 qershor, ku do të vendosen përfundimisht për miratimin e saj. Një grup deputetësh të Partisë Demokratike ka dorëzuar në kuvend kërkesën për interpelancë urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Ata ngren shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor publik, duke përmendur mungesa në digitalizim dhe shërbime të specializuara. Sipas tyre, pacientët përballen me vështirësi të shumta për akses në trajtim dhe barna jetike. Një grup deputetësh të Partisë Demokratike ka depozituar në kuvend kërkesën për zhvillimin e një interpelance urgjente me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, duke e vënë theksin tek problematikat e sistemit shëndetësor publik në vend. Në kërkesën e tyre, deputetët opozitar theksojnë se sistemi aktual shëndetësor përballet me mangësi të theksuara në infrastrukturën digjitale, duke përmendur mungesën e kartelës elektronike mjekësore dhe të sistemit që lidhet me menaxhimin e imazherisë dhe të dhënave klinike. Sipas tyre, këto bëshdhojshë ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe përshpejtimin e shërbimit ndaj pacientit. Një tjetër shqetësim i ngritur lidhet me mungesën e shërbimeve të specializuara, veçanërisht në fushën e kardiologjisë, si dhe mungesat periodike të barnave të emergjencës që sipas deputetëve krijojnë vështirësi në trajtimin në kohë të rasteve urgjente. Nismëtari i kërkesës, deputeti Kliti Hoti, ka denoncuar gjithashtu atë që e quajtën centralizim të tepruar të shërbimeve shëndetësore në Tiranë. Sipas tij, pacientët kronik nga qarqet e tjera të vendit detyrohen të udhtojnë drejt kryeqytetit edhe për shërbime rutinë si receta dhe autorizime mjekësore, të cilat nuk ofrohen në mënyrë të decentralizuar në spitalet rajonale. Kjo është kërkesa e radhës së opozitës për interpelancë me ministren Evi Sala, e cila është vënë disa herë në fokus të kritikave për gjendjen e sistemit shëndetësor dhe funksionimin e shërbimeve publike në vend. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u zhvillua seanca për shpalljen e pretencës ndaj disa të pandehurve në një dosje të hetuar nga SPAK. Gjatë seancës, një prej të akuzuarve, Fatime Kryemadhi, refuzoi gjykimin e shkurtuar dhe këmbguli se nuk ka lidhje me veprën penale.
Seanca gjyqësore e planifikuar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku pritet të lexojë pretenca e SPAK, u shoqërua me zhvillime procedurale që sollën shtyrjen e procesit. Në sallë, pandehura Fatime Kryemadhi kundërshtoi pozicionin e akuzës dhe deklaroi se nuk pranon gjykimin e shkurtuar, duke këmbgulur se nuk ka kryer veprën penale të pastrimit të parave që i atribuohet nga hetimet. Ajo kërkoi gjithashtu edhe çështja të mos trajtohet në GJKK, por kërkesa e saj për transferim kompetence u rrëzua nga trupi gjykues. Gjykata vendosi të vijoj procesin në jurisdiksionin aktual, duke mos pranuar kërkesat e mbrojtjes për ndryshim të gjykatës. Pavarësisht kësaj, seanca nuk arriti në fazën e leximit të pretencës, pasi përfaqësuesi i akuzës kërkoi kohë shtesë për përgatitje, duke argumentuar kompleksitetin e dosjes dhe pamundësinë për të paraqitur menjëherë qëndrimin final të SPAK. Si rrjedhoi, gjykata vendosi shtyrjen e seancës për një datë tjetër, ndërsa procesi ndaj pandehurëve vijon në fazën paraprake të shqyrtimit gjyqësor. Një incident i rëndë është regjistruar në ambientet e gjykatës së posaçme, ku i arrestuari Petrit Cakri është sulmuar fizikisht gjatë zhvillimit të një seance me dyert të mbyllura. Sipas informacioneve paraprake, autor të dhunës dyshohet se janë dy të bashkëpandehur në të njëjtin proces gjyqësor. Ngjarja ka ndodhur në prani të gjyqtarëve, prokurorit, avokatëve dhe efektiveve të policisë së burgjeve. Një episod i pazakon dhe i rënd ka ndodhur në sallën e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku një seancë gjyqësore është ndërprerë pas një incidenti të dhunshëm mes të arrestuarve. Sipas informacioneve paraprake, i arrestuari Petri Cakri është sulmuar fizikisht nga dy bashkëpandehur, Tation Aleksandr Buzhoka dhe Kristi Buzhoka, gjatë zhvillimit të seancës së verifikimit periodik të hetimeve. Ngjarja ka ndodhur brenda zonës së sigurisë ku mbaheshin të arrestuarit në prani të trupës gjykuese, prokurores së çështjes, avokatëve mbrojtës dhe efektive të policisë së burgjeve. Burime nga salla bëjnë me dije se situata është tensionuar në momentin kur Cakri ka kërkuar të marrë fjalën para gjykatës. Pikërisht në ato çaste ai dyshohet se është goditur fizikisht nga bashkëpandehurit. Ndërhyrja efektive të policisë së burgjeve nuk ka qenë menjëhershme për të neutralizuar incidentin, ndërsa raportohet se edhe disa prej tyre janë përfshirë në përplasjen fizike gjatë përpjekjeve për të ndarë palët. 4 të arrestuarit janë në hetim për rrëmbim dhe vrasjen e Renis Dobrës, ngjarje e ndodhur në vitin e kaluar. Sipas burimeve, vëllezërit Buzhoka kanë kundërshtuar vazhdimisht akuzat dhe kanë pretenduar mungesë provash, ndërsa dyshohet se kanë shprehur pakënaqësi ndaj deklarimeve të Cakrit në kuadër të hetimeve. Mbetet ende e paqartë përse të dyshuarit janë mbaritur në të njëjtën zonë sigurie gjatë seancës, pavarësisht pretendimeve për konflikte dhe tensione mes tyre. Pas incidentit, autoritetet kanë nisur verifikimin për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Pritet të analizohen pamjet filmike të sigurisë dhe të merren dëshmitë e personave të përfshirë. Ndërsa Petrit Cakri ka marrë ndihmë mjekësore pas dhunës së ushtruar ndaj tij. Çështja pritet të referohet organit kompetent për vlerësimin e përgjegjësive dhe marrjen e masave të mëtejshme ligjore. Biznesmeni 53 vjeçar Ilir Shtufi, i arrestuar në Selanik me kërkesë të autoriteteve shqiptare, do të vijojë të qëndrojë në paraburgim deri në shqyrtimin e kërkesës për ekstradim. Ai akuzohet për pjesëmarrje në organizatë kriminale, pastrim parash dhe përfitim nga veprimtari të dyshuara kriminale. Vendimi përfundimtar për ekstradimin e tij pritet të merret nga Këshilli Gjyqësor kompetent në Greqi. Gjykata e Selanikut ka vendosur që 53 vjeçari Ilir Shtufi të mbetet në paraburgim në pritje të shqyrtimit të kërkesës për ekstradim të paraqitur nga autoritetet shqiptare. Ai është ndalur në kuadër të një operacioni të zhvilluar nga autoritetet greke pas një sinjalizimi të kuq të Interpolit të lëshuar nga Shqipëria në lidhje me hetimet që lidhen me vitin 2020 në Tiranë. Shtufi akuzohet për pjesëmarrje në një organizatë kriminale të strukturuar, kryerje veprash penale në kuadër të kësaj organizate dhe pastrim parash të ardhuraj që dyshohet se burojnë nga aktivitetet të trafikut të lëndëve narkotike në përmasa të mëdha. Sipas dosjes hetimore, ai dyshohet gjithashtu se ka profituar nga investime të mëdha në sektorin e ndërtimit. Gjatë paraqitjes së tij në prokurin e apelit të Selanikut, në masa të rrepta sigurie, 53 vjeçari ka deklaruar se nuk pranon të ekstradohet në Shqipëri. Sipas burimeve gjyqësore, ai ka mohuar të gjitha akuzat duke pretenduar se është përfshirë padrejtësisht në këtë çështje dhe se nuk ka patur rol në veprimtarinë e dyshuar kriminale.
Arrestimi i tij është kryer nga forcat greke të krimit organizuar në veri të vendit pas shkëmbimit të informacioneve nëpërmjet kanaleve të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe Interpolit. Sipas autoriteteve greke, shtufi është lokalizuar dhe arrestuar në një hotel pranë Selanikut pak kohë pasi kishte hyrë në territorin grek përmes pikës kufitare të Kapshticës. Ndërkohë, procesi i ekstradimit pritet të shqyrtohet në ditët në vijim nga autoritetet gjyqësore greke, të cilat do të vendosin nëse ai do të dorëzohet apo jo në Shqipëri në kuadër të procedurave ndërkombëtare të bashkëpunimit penal. Policia e shtetit ka konfirmuar arrestimin e Gerd Gjinararit, i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe i dënuar me burgim të përjetshëm për një vrasje të ndodhur në Milano të vitit 1997. Ai ishte arratisur pas një vendimi të lirimit me kusht të dhënë në vitin 2019, i cili më pas u rrëzua nga apeli. Gjinarari akuzohet për një ekzekutim të kryer në një spital në bashkëpunim me persona të tjerë. Policia e shtetit ka bërë të ditur arrestimin e Gerd Gjinararit, një shtetas i dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia italiane dhe shqiptare, i cili është padhur në kërkim pas mosbatimit të vendimit gjyqësor për rikthimin e tij në burg. Sipas autoriteteve, 52 vjeçari rezulton i dënuar për vrasjen e Naim Zyberit, ngjarje e ndodhur në Milano në vitin 1997, ku hetimet zbuluan se autorët kishin hyrë në ambientet e spitalit duke u paraqitur si familjar të pacientit dhe kishin kryer ekzekutimin me armë zjarri, të fshehur në një buqet me lule. Për këtë krim, Gjinarari është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata italiane dhe më pas është ekstraduar në Shqipëri për të vuajtur dënimin. Në vitin 2019, gjykata e Korçës vendosi lirimin e tij me kusht, një vendim që më pas u konsiderua i debatueshëm dhe u rrëzua nga gjykata e apelit, e cila urdhëroi rikthimin e tij në burg për vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit. Pas këtij vendimi, dënuari nuk është paraqitur për ekzekutimin e masës dhe është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Policia njofton se arrestimi i tij është kryer pas veprimeve të koordinuara dhe se aktualisht po vijojnë procedurat ligjore për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe rikthimin e tij në sistemin penitenciar. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.